Mirë se erdhe në botën ku askush nuk është i pafajshëm. Sekrete shqiptare, vendi ku rrëfimet më të thella, më të ndaluara dhe më të pathëna të shqiptarëve marrin zë. Na bëni subscribe për histori të ndryshme. Humba virgjërinë me një grua 50 vjeçare. Kjo histori është dërguar nga një djalë i ri. Isha 18 vjeç dhe mendoja se isha gati për gjithçka. Në letër po, në mendje ndoshta, por zemra ime ishte ende ajo e një djali që kërkonte përgjigje më shumë se sa përvoja. E njoha atë rastësisht. Quhej Edlira dhe ishte 50 vjeçe. Nuk ishte asgjë të tepruar në sjelljen e saj. Fliste ngadalë, dëgjonte me vëmendje dhe nuk qeshte me pasiguritë e mia, siç bënin vajzat e moshës time. Kjo më hutoi, më bëri të ndihesha i dukshëm. Takimet tona nisën si biseda të thjeshta. Ajo kishte jetuar, kishte humbur, kishte dashur, ishte zhgënjur. Unë isha ende në fillim, me ide të paqarta dhe ëndra të paformuara. Në një mënyrë të çuditshme, ai boshllëk mes nesh krijoi më shumë afërsi. Kur ndodhi, nuk ishte siç e kisha imagjinuar nga tregimet apo filmat. Nuk ishte triumf, as fitore. Ishte një ndjenjë përzierë, kureshtje, pasiguri, qetësi e çuditshme dhe menjëherë pyetje. Pas asaj dite, nuk u ndjeva më burr, siç më kishin thënë disa shokë që pasi humb virgjërinë, do ndihesh burr. U ndjeva thjesht ndryshe. Sikur një derë ishte hapur, por jo aty ku mendoja se do të më çonte. Ajo ishte e qartë me mua, ishte e ndershme. Më tha se ky ishte fillimi i diçkaje të gjatë. Ajo nuk më detyroi për asgjë. Dhe unë e dija, por megjithatë një pjesë e imja kishte shpresuar diçka më shumë. U largova prej saj pa bërë dram, pa fjalë të mëdha, por me një mësim shumë të rëndësishëm. Mësova se intimiteti nuk është garë, nuk është provë force apo statusi, është përgjegjësi, është ndjeshmëri, dhe mbi të gjitha, është diçka që duhet të përputhet me atë që je gati të mbash emocionalisht, jo vetëm fizikisht. Sot kur e kujtoj atë periudhë, nuk e shoh me turp, as me krenari. E shoh si një kapitull mësimi, disa gjëra nuk ka nevojë të ndodhin herët për të qenë të vlefshme, dhe disa përvoja, edhe kur janë reale, nuk janë domosdoshmërisht ato që të formojnë më shumë. Ajo që më formoi ishte kuptimi që mora më pas. Rritja nuk matet me atë që humb, por me atë që kupton.